amo që... Për shumë të cili rast ka pëlqyer? Si person, Kristi, do me thonë është okej, si person, adin? Unë shkej shumë dakord me të si person. Përse përket lojës, adin ndë raste më ka pëlqy, ndë raste jo. Cili është një rast që të ka pëlqyer dhe cili... Atëherë, më ka pëlqy fakti që okej, ka dashur me bë lojë, edhe u kallëzu lojtar, ama fakti që për krevetin që ka bu me Iliri nuk më ka pëlqy se normal Iliri është ma i vjetër e kej du të pak me respektu ma shumë se tjertë, edhe në qoftë se jemi një lojë, okej në rregull, ama respektu që du të me respektua, po kupton, se mu të me konë babarit, mu të me konë gjyshjet edhe është pak keq, edhe me konë siklet edhe me konë në krevet me dikon tjetër. Më ka pëlqy loja që ka bo që na kam lidh krejt, besë në fundit e kina hangër forën, ama nuk më ka pëlqy fakti që kur Steno vazhdoj ka adin më sulmoj ke kështët, dhe me thonë Kristi nuk është se i ka thonë adin, kur i ka thonë Kristi që dhe Brikina keni bo qështët, adin Kristi me thonë s'ka lidhje Brikina, adin. Thjesht mi a thonë. Pa nuk mendon për shkakun që e kalon që ta luar si situatë? Jo, sa në ditë më ka Nuk e ka mendu që do agravoj në fjallorin e zotërisë,